Të dashur qytetarë, programi i Partisë Demokratike të Kosovës është një program konkret, i matshëm dhe i realizueshëm, i hartuar nga ekspert vendor dhe i konsultuar edhe nga ekspert ndërkombëtar. Ai trajton me seriositet çështjet me rëndësi etike për shtetin dhe për qytetarët, me një qëllim të vetëm, një jetë më të mirë për secilin. Programi ynë ka disa shtylla, lejoni që sot para juve pika shkurta ta paraqes shtyllën e parë programit Partisë Demokratike për zgjedhjet e datës 7 qershor. Shtylla parë është çmime e tatime me të ulta, paga e pensione me të larta dhe mbështetje për bizneset. Nuk mundet shteti i Kosovës me u zhvillu pa një sektor privat të zhvilluar. Duhet të respektojmë ndërmarrjet tona, ndërmarrësit tonë, sepse ata punojnë për veti, ata punësojnë njerëz, ata paguajnë paga dhe ata paguajnë tatime. Prandaj duhet krijojmë një ambient përshtatshëm dhe miqësor edhe për bizneset vendore, edhe për tërheqjen e investimeve të huaja nga jashtë. Ne do të morëm mosa edhe në pjesën e politika fiskale, edhe në pjesën e sektorit financiar. Të vësheja do të paguhet në brendi, jo kufi me rastin e importimit të mallit, produkteve dhe gjërave të tjera të importuara. Për shkak se kjo e lehtëson barrën për bizneset, e rrit likuiditetin e bizneseve dhe e ul koston e operimit të bizneseve, duke i leju bizneset që këto pagesat i kryjnë pasi që të shesin mallin dhe produktet e tyre. Sigurisht se do të kemi kujdes edhe për të punësuarit. Dhe për gjithë ata që realizojnë paga deri në 500 euro, do të tatohen me 0%. Prej 500 deri në 800 me 8% dhe vetëm mbi 800 euro do të tatohen me 10%. Do të ketë mbështetje direkte për ndërmarrjet prodhuese dhe eksportuese. Deri në 30% të totalit të investimeve, ata do të subvencionohen, do të përkrahen direkt nga shteti. Për kompanitë që punësojnë mbi 50 punëtorë dhe kanë mbi 500.000 euro investime, do të ketë pushime tatimore. Do të bëjmë reforma edhe në pjesën e financimeve. Do të rritet kapitali për fondin për garantimin e kredive me qëllim që mi përkra ndërmarrësit e ri, që kanë ide, që kanë projekte me fezibilitet dhe përmes këtij fondi ato do të garantohen që të realizojnë kredi, për shkak se njeri posa ta kryjnë punën apo studimet, është e pamundur që të ketë historik në banka, ketë kolateral. Prandaj në këtë drejtim ne do të arrisim kapitalin për fondin e garantimit të kredive dhe do të mundsojmë financime alternative që në kupton tregu i kapitalit, bursa dhe mënyra tjera të financimit të bizneseve. Normalisht që ma vonë do flasim shtyllën tjetër, edhe për infrastrukturën dhe energjinë që janë gjithmonë përkrahje zhvillimit të sektorit privat. Do të ketë edhe lehtësi tjera për bizneset, sepse bizneset janë baza, edhe sektori privat është kontribusi më i madh në rritjen ekonomike të Kosovës. Këto do të keni mundësi me pa edhe në programin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe përmes zhvillimit ekonomik, përmes një norme tjetër të rritjes ekonomike, përmes përmirësimit të ambientit për biznes, ne do të prodhojmë situatë ku njerëz do të jenë mundësi me u pagu më mirë. Do të ketë rritje të pagave 50%. Dhe kjo do të jetë e përhershme. Nuk do të jetë veç ndihmë në kohë të fushatave zgjedhore. Do të jetë e përhershme që qytetarët e Kosovës të kenë planifikim dhe të kenë parashikueshmëri. Dhe kjo nuk i bën që punëtorët e Kosovës, sektorit publik, ta marrin një pagë më shumë në vit. Po kjo i bën që të marrin 6 paga më shumë. Dikush që ka pagën sot 900 euro, i bën që më marr dikun 1350 euro me rritjen e pagës. Ai që ka 800, i bën më marr 1200 euro. Do thotë do të ketë rritje të pagave. Do të ketë rritje të pensioneve për gjitha kategoritë.
edhe pensionistet kontributdhënës, edhe pensionistet moshës, edhe familjet e dëshmorëve, edhe invalidët e luftës, edhe veteranët, edhe personat paraplegjik, tetraplegjik, edhe viktimat e dhunës seksuale dhe gjitha kategoritë që përfitojnë prej buxhetit Kosovës do të kenë rritje të përfitimeve të tyre për 50%. Dhe do të ketë edhe beneficione tjera të familjet e dëshmorëve. Nuk do t'i detyrojmë me zgjedh mes pensionit të dëshmorit, apo me thonë i ki 3 dëshmorë ti vetëm për një, se tek e fundit kjo nuk është ekuivalent i asaj që kanë dhënë ata për këtë vend. Është një lloj kujdes i shtetit në raport me kontributin e këtyre familjeve. Dhe normalisht prindëve tyre që u takon pensioni moshës do ta gëzojnë edhe pensionin e moshës. Do të ketë edhe beneficione të tjera dhe nuk do të ketë pagesë më të vogël se 250 euro. Kjo është pjesa e programit për ekonominë. Fillimisht, krijim e klimës të mirë për biznesin. Siguri për biznesin. Siguri do të thotë edhe efikasitet në trajtimin e lëndëve në gjykata. Sepse ne dimë që shumë para presin me u realizu përmes sistemit drejtësisë, si rezultati i trajtimit të çështjeve ndryshme, edhe në fund në çështje që është tepër e rëndësishme për bizneset, është çështja e legalizimit të objekteve dhe pronave. Gjithmonë me ligj, gjithmonë të i pagu kontributet, po janë miliarda euro të bllokuara. Prandaj, masi krijohet klima për biznesin, përkrahja për biznesin, gjitha format, edhe përmes legjislacionit dhe intervenimit politika fiskale, edhe të pjesa e sektorit financiar, vim edhe të trajtimi i punësuarve dhe kategorive tjera që përfitojnë nga buxheti i Republikës Kosovës. Kjo është shtylla e parë, ditëve në vijim do të flasim edhe për shtylla tjera të programit Partisë Demokratike të Kosovës. Buxheti është procedohet prej qeverisë. E ka detyrë qeveria, me përgatitë dhe me procedurën kuvend. Është në bazë kushtetutës, është kompetencë e kuvendit. Dhe nuk është praktik standarde, as nuk është qeverisje e mirë, as transparente, kur ti i ndonë në një fond të caktuar, një kontingjencë dhe atë kontingjencë pastaj ti e përdor për qëllime politike. Prandaj këtu kemë të bojmë me mos respektim të ligjit dhe kemë të bojmë me abuzim të paras publike dhe përdorim të paras publike në krijimin e pabarazisë ngarë me subjekteve politike. Je për këta, mi ndihmu qytetarët. Po mi ndihmu qytetarët me ligj, mi ndihmu qytetarët të specifikuara mirë në buxhet, në transparente, në përkodet veçanta dhe pastaj normalisht i përdorim. Ki drejt, nëse du me rrit pagat, planifikon buxhet. Bane me ligj, bane të përhershme. Jo të njëhershme. Çdo të cent që ju jepet qytetarëve të Kosovës, është i mirëseardhur. E njohëm vështirësitë e qytetarëve dhe familjeve në Kosovë, sepse çmimet e larta, inflacioni tepër i lartë, shtrajtimet në mesatare viteve të fundit 30-40% e ka dhe 100%, e kanë përkeqësuar standardin e jetesës së qytetarëve. Prandaj për këtë qëllim ne thojmë stop krizës. Ndrysho Kosovën në drejtim pozitiv. Dhe sigurisht se gjitha këto e kanë kriju dhe po vazhdojnë me kriju pa barazinë në garë. Dhe kjo praktikë duhet të ndërpritet. Duhet të ndërpritet për shkak se jemi në garë dhe duhet të ketë barazim mes gjitha subjekteve politike. Nuk përçohen në ato çështjet që kanë qenë modën të kaluar në përdorimi i veturave, çështje tjera të ngjashme. Këto janë çështje që po flasim për qindra miliona edhe në zgjedhjet e dhjetorit, edhe tash po vazhdon e njëjta praktikë. Qytetarët duhet mi përkrah. Pensionisti janë mirë edhe 100 euro mjafton. Por nuk do të mjafton pensionistit 100 euro veç në maj. Pensionisti ka nevojë 100 euro edhe në qershor, edhe në korrik, edhe gjithë. Nëse më ardha në situatë me zgjedh, apo do me ble një sasi të kufizuar të barnave, apo do me ble buk, apo do me ble qumsht. Tash, Kosovë zgjedhjet janë muajt, Kosova ka qenë kogja shembull për organizimin e zgjedhjeve. Është mirë që gjithmonë rezultatet zgjedhore janë pranuar.
është mirë dhe besoj që është praktike mirë që fituesi kushdo qoftë me uru, dhe nuk është mirë me prodhu situatë ku kontestohet rezultati zgjedhor e mund të ketë edhe situata tjera cilat nuk i bojnë mirë as demokracisë, po mbi gjitha nuk i bojnë mirë shtetit Kosovës, Republikës Kosovës. Andaj, partia në pushtet, e thash në fjalimin tim, ka përgjegjësi shtesë. Edhe sa i përket gjuhës, edhe sa i përket përçarjes, edhe sa i përket polarizimit, edhe sa i përket përdorimit në funksion të rritjes votës për veti, edhe të resurseve shtetërore, po mbi gjitha paras publike. Faleminderit shumë. Faleminderit që jemi prapë. Faleminderit shumë.